Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse vuani nga diabeti, urgjent hiqni dorë nga këto ushqime. Mishi i kuq rezulton të jetë armiku numër 1 i diabetit të tipit 2, sipas studimeve të fundit dhe të publikuara në revistën amerikane të epidemiologjisë. Konsumimi i tij rrit rrezikun e prekjes nga diabeti tipit 2 me të paktën 23%. Tek njerëzit që e përdorin më shumë se të tjerët mishin e kuq, rreziku i diabetit të tipit 2 është gjithnjë i pranishëm, por në fakt i njëjti studim ka hedhur poshtë faktin se ushqimet e detit apo peshku ndikojnë negativisht në shfaqjen e diabetit. Ndërsa mishi i kuq përmban sasi të mëdha të hekurit, të cilat mund të ndikojnë gjithashtu në nivelin e insulinës. Dietologët sugjerojnë se nuk është e nevojshme që të hiqet dorë përfundimisht nga mishi i kuq, por e rëndësishme është që të përdoret shumë pak herë në javë dhe ndërsa për mishin e pulës është e këshillueshme të konsumohet pjesa e gjoksit si pjesa më e shëndetshme e saj. Ndërkohë, sipas informacioneve, lista vazhdon edhe më tej, pasi shëndeti është prioritet për njeriu dhe ndaj ne duhet të kujdesemi për të. Kujdesi nis pikërisht nga ushqimet duke i zgjedhur një studim i fundit të shkryer tek njerëzit të cilët kanë diabet dhe ushqime që ata kurrësisi nuk duhet të konsumojnë. Orizi i bardhë është i lirë dhe i lehtë për t'u gatuar, por siç ndodh rëndo me ushqimet e tjera të përgatitura nga mielli i rafinuar, buka e bardhë dhe makaronat, edhe orizi i bardhë është i zhveshur nga çdo ushqyes i rëndësishëm. Për më tepër ai rrit nivelin e sheqerit në gjak. Sipas të dhënave rekomandohet pikërisht orizi kaf, elbi, bollguri, quinoa apo buka me drithra të plota. Mund të kërkojnë më shumë kohë për t'u gatuar, por në fakt janë shumë herë më të shëndetshme dhe të pasura me vlera. Patatet e skuqura. Patatet e skuqura minojnë përpjekjet tuaja për të ruajtur peshën tuaj trupore optimale dhe për të mbajtur nën kontroll nivelin e diabetit. Ato nuk kanë as edhe një vlerë shëndetësore dhe vetëm rrisin nivelin e sheqerit në gjak. Konsumoni më shumë patate të pjekura, zgjidhni gjithmonë patate në ëmbël, prijeni atë në feta dhe piqeni në furrë. Mos blini patate të ngrira në supermarket sepse janë të mbushura me përbërës artificial. Fruta konserve. Ngrohja e frutave dhe njëkohësisht perimeve të freskëta u bëjnë shumë mirë njerëzve të cilët vuajnë nga diabeti tipit 2. Frutat konserv në fakt bëjnë të kundërtën, ato janë të mbushura me shurup të ëmbël dhe njëkohësisht të përpunuar. Nëse këto fruta ju pëlqejnë shumë, më mirë shpëlajini me shumë ujë përpara se ju t'i hani. Patetinat. Gjithashtu patatina dhe produktet e ngjashme mund të minimizojnë përpjekjet tuaja për të mirëmbajtur peshën. Ato gjithashtu shtojnë kaloritë, kripën dhe substancat tuaja kimike, por nuk ofrojnë asnjë fibër dhe as ndonjë ushqyes të rëndësishëm. Pijet e gazuara. Pijet e gazuara, madje dhe ato që reklamohen si pa sheqer, janë të rrezikshme për peshën dhe diabetin. Zëvendësojeni këtë pije me ujë me gaz dhe pak lëng limoni ose limoni jeshil. Hidhni frutat në ujë bashkë me borzilokun dhe limonin dhe kështu ju do të keni krijuar një pije të shëndetshme e cila mund t'ju shuaj etjen. Ushqimet me sheqerna të shtuara. Sheqernat e shtuara janë përbërësit bazë të çdo ushqimi të konservuar, siç janë për shembull biskotat, salcat e ndryshme dhe njëkohësisht ëmbëlsirat, salcat e sallatave, drithrat e të tjerë. Mjekët gjithashtu thonë se nuk duhet që të konsumoni më shumë se 6 lugë çaji me sheqerna në ditë, ndërsa meshkujt nuk duhet që të konsumojnë më shumë se 9 lugë çaji në ditë. Mishrat e përpunuar. Mishrat e përpunuar mund të mos përmbajnë sheqer,
por në fakt ato kanë shumë yndyrë, krip dhe njëkohësisht substanca të tjera të cilat rrisin rrezikun e diabetit të tipit 2. Hiqni dorë nga sallami, prosciuta, salciçet, donerat e të tjerë dhe zgjidhni mish të mirë në një gjendje natyrale të papërpunuar. Hamburgerat, ushqimet e shpejta janë një faktor rreziku. Sipas ekspertëve, njerëzit të cilët hanë hamburger ose sufllaqe më shumë se 2 herë në ditë kanë më shumë gjasa të preken nga diabeti. Zgjidhni sanduiçet me mish pule dhe perime më mirë. Idealja është që t'i përgatisni vetë ato në shtëpi. Drithrat e ëmbël. Drithrat e mëngjesit me ngjyra dhe çokoladë gjenden në shtëpi. Ato gjithashtu janë të mbushura me sheqer dhe njëkohësisht nuk kanë fibër. Zgjidhni drithra të cilat përmbajnë 5 gram ose më shumë fibër dhe më pak se 7 gram sheqer për racion. Ndërkohë, ju duhet të dini se diabetikët zakonisht kanë kufizime të mëdha në ushqime dhe sigurisht në mënyrën e jetesës. Shumë prej ushqimeve që mund të konsumoni në një ditë për diabetikët janë të ndaluara dhe këtu futet sheqeri, buka, prodhimet e brumit, madje edhe disa fruta. Megjithatë, disa prej tyre mund të kthehen në një recetë të vërtetë. Këtu futen karrotat, të cilat sipas ekspertëve mund të ndihmojnë në trajtimin më natyral të diabetit dhe më konkretisht lëngu i tyre, ndaj këtu ju do të mësoni të gjitha këshillat mbi këtë çështje. Karrota dhe diabeti. Karrotat janë të njohura për vlerat e tyre në shëndet, duke filluar që nga vitamina A, antioksidant, fibra dhe njëkohësisht një sër nutrientësh. Një karrot mesatare përmban vetëm 4 gram karbohidrate të tretshme dhe njëkohësisht shumë pak sheqerna. Ekspertët thonë se vitamina B6 ka një rol shumë të madh në fuqizimin e metabolizmit. Mungesa e kompleksit të vitaminave B në trup lidhet me shfaqjen e diabetit të tipit 2, ndërsa karrotat gjithashtu ndihmojnë trupin tuaj që ai të marrë një sër vitaminash nga ky grup. Vitamina A, nga ana tjetër, është shumë e rëndësishme për kontrollin e nivelit të sheqerit në gjak, duke e balancuar atë për njerëzit të cilët vuajnë nga diabeti tipit 2. Fibra është gjithashtu e rëndësishme edhe për të ulur dhe për të parandaluar diabetin e tipit 2. Si duhet ta pini lëngun e karrotës? Megjithëse kanë një shije të ëmbël, mund t'i konsumoni pa rrezik, edhe nëse vuani nga diabeti. Lëngu i karrotave do të përmbajë sheqerna dhe karbohidrate, por nuk do t'i ngrej nivelet tuaja të diabetit. E rëndësishme është që të mos i shtoni sheqer teksa e konsumoni, në mënyrë që të mos ndikojë negativisht në shëndetin tuaj. Gjithashtu, ekspertët rekomandojnë që ju të mos e konsumoni këtë lëng çdo ditë, pasi ka nivele të mëdha karotenoidësh të cilët mund të ndikojnë në pigmentimin e lëkurës tuaj. Lëngun e karrotës mund ta pini menjëherë siç është. Të konsumosh pije të ëmbla kur je me diabet duket si diçka e vështirë, por jo kjo që ne do t'ju sugjerojmë. Ju duhen 800 gram karrota, 200 gram mollë të kuqe, 200 gram mollë jeshile, 20 ml lëng limoni, 20 gram xhinxher. Pritini të gjitha në copëza të vogla dhe më pas shtrydheni dhe ruajini të mbyllur në frigorifer ose mund ta konsumoni menjëherë. Ky lëng me bazë karrota dhe mollët për te diabeti do ju ndihmoj që të aktivizoni sistemin tuaj tretës, të rregulloni presionin e gjakut dhe njëkohësisht ju forcon shikimin. Mirë po duhet të dini se këto informacione kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj.
Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.